Një Elvis Noqen, lutë në kështu. E modhe Allah, runa ndimon në shpeton në mbrona, mu e Halilin djallë në filonës edhe gjithë njerëzimin në gjithë rrugën toksor, pa marrë parasysh ka, ku jetojnë dhe pa marrë parasysh qëfar këmbë shkanë, qëfar gjuhë shlosin, qëfar ngjyra shkanë, qëfar feshe fise shkanë. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Cila është arsyeja që ke dalë sot në shesh me këtë mikrofonin? Me këtë mikrofonin një koha që 2 javë që dalë në çdo ditë, se është arsyeja kështu. Që të liruan pengjet e morura gjatë luftës Kosovë-Serbi gjatë viteve 98-99 dhe i kanë dërguar me një fabrikë të prodhimeve të armeve ku prodhohen vetëm shkoklat e disa llojeve të armeve të dorës. Dhe asnjëherë nuk janë lejuar me dalë jashtë. 245 vet janë ose persona gjithsejt. Janë me grupe të morura kështu. 18, 25, 46, 67 dhe 89 gjithsejt bojnë 245 persona. E dyta kërkesë që mi ka shtu i modhe Allah prom, 2 kërkesa tjera janë që të kthehen eshtrat e të gjithve atyne të zhdukurve që ka janë të zhdukur prej Kosovës dhe të kthehen kokat e prera që ua kanë prej në fshatin Llukor të komunës të Prishtinës në sharrën e trupave ku janë shkye trupat e drurit për drasa për prodhimet të ndryshme, dyrë, dritare, ku ta diune. Ti do më thonë nesër po organizon protest? Para sheshit të Skënderbeut në kryeqytetin Herat të Republikës së Kosovës në Prishtinë. Protesta fillon në orën 11, përfundon në orën 11:30. Dhe kërkesa e fundit është që të lirohen krerët e UÇK-s nga gjykata speciale e Republikës së Kosovës dhe njëherë të shpollën të pafaqshëm se në fakt janë të pafaqshëm. Ushtrinja qëllimtare e Kosovës u konë 70% që minimumi unë konë nën moshën 18 vjeçare. Dhe ata të gjithë unë konë pa armatim, pa kur pa armatimi unë kyçë në lumë. Këta 30% tjetër, e kanë pas ka një pushtë të ndryshkur, a kanë një altia revole, a nuk kanë pas heqë. Kështu që janë të pafajshëm. Tash me i krahasu kriminalet serbë, sa gjenocidin, sa krimin, sa masakrat i kanë bënë për Kosovë, se mos flasëm për shtëpia, kallta, kerre, traktora, kështu. Mua më mërnenja që 1% shumë e madhe ka me marrë pjesë në këtë protestë dhe kërkoj unë personalisht me mendimin... Jona qeveritarve, a ke pas përkroje? Nuk më pas kontakte me asnjë, kështu që jam jashtë partijak, abstenoj nga votimet, nga partit, nga politika. Unë jam i lidhur drejt për drejt vetëm të madhin Allah. Mi kanë bërë disa persona, disa pyetje, kush më të pagun, kush më të shten, kush. Në fillim ju kam thonë 2 herë se kur kush, po isha kanë gabim. Se mu u pagun i madhi Allah dhe askush tjetër ja. I vetmi është i madhi Allah që ka me bollak në dhonë dhe me marrë gjithë qka. Elvis Noqen thënë, i madhi Allah e ka shkrujt një ajet kuranor me dorën e vetë dhe që ka thonë ta? Ka thonë o Europë të mi, kur unë ju du ma shumë se nona e vlodin e vetë, qka keni ju që nuk e respektoni njëri tjetrin. Do me thonë, as ka po dallime ka ku jetojnë, as ka po dallime se çfarë këmbë shkanë, çfarë gjuhë shlosin, çfarë ngjyra shkanë, çfarë feshe fise shkanë. Unë e ko prej 2023 se kënej, që e kum një Elvis Noqen, lutë në kështu. E modhe Allah, runa ndimon në shpeton në mbrona, mu e Halilin djallë në filonës edhe gjithë njerëzimin në gjithë rrugën toksor, pa marrë parasysh ka, ku jetojnë dhe pa marrë parasysh çfarë këmbë shkanë, çfarë gjuhë shlosin, çfarë ngjyra shkanë, çfarë feshe fise shkanë. Prej gjithë shkajt që punohet pa lejen tonë, pa urdhnin tonë dhe pa dëshirën tonë, e modhe Allah, amin njëram. E Elvis Noqen thot për që të 3 fjalë, pa dëshirën tonë, pa vullnetin tonë dhe çka ke edhe një, pa urdhnin tonë, thot që të 3 fjalë nëse i cek
vlen sa me bo lutje 2 muj deri në 3 muj pa ndërprejhes, pa kur fal pa uze, pa pi uj, pa dhe sigare, pa kur gjohes, ama saksisht e din veç i madhi Allah sa ku vlen për mu lut pa ndërprejhes kur lutesh në qito 3 fjalë. Pa dëshirën tonë, pa vullnetin tanë dhe pa urdhnin tanë. Faleminderit shumë për te. Menderit që është i kaloshi mirë, faleminderit dhe për juve.